Debati mes Rozanës dhe Eglit përshkallëzohet, akuzat të forta dhe tensionet të larta në shtëpi. Në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten, dhe këtë herë në qendër të vëmendjes është një përplasje e ashpër mes Rozanës dhe Eglit. Gjithçka nis nga një bisedë e zakonshme, e cila shpejt kthehet në një debat të nxehtë mes tyre. Rozana, e acaruar nga sjellja e Eglit dhe disa deklarata që ai kishte bërë më parë, nuk përmbahet dhe i drejtohet atij me ton të lartë. Mos më fol mua ashtu. Ti nuk ke as moral për veten tënde, e jo më të më japësh mend mua. Egli nuk e pranon në heshtje këtë sulm dhe reagon menjëherë, unë s'kam moral. Po ti, që përfiton nga të gjithë këtu brenda dhe bën aleanca sa me njërin, sa me tjetrin? Mos më trego mua për moral, Rozana. Debati vazhdon të përshkallëzohet, ndërsa Rozana afron duart drejt Eglit dhe i thot me një ton të prerë, unë të paktën jam e sinqert dhe e drejt për drejt, ndërsa ti je një lojtar i pabesë që thjesht manipulon njerëzit. Nuk ka njeri këtu që të beson më. Egli qesh ironikisht dhe përpiqet ta sfidoj, të pas ka djegur e vërteta, apo jo? Prandaj po bërtet. Unë luaj lojën time, dhe nëse ty nuk të pëlqen, është problemi yt. Por mos guxo të më tregosh mua për moral. Banorët e tjerë shikojnë me vëmendje këtë debat të ashpër, ndërsa disa përpiqen të ndërhyjnë për t'i ndaluar, por Rozana dhe Egli nuk kanë ndërmend të ndalen. Ti je një mashtrues. Gënjen dhe manipulon njerëzit vetëm që të dukesh i mirë. Po e gjithë Shqipëria po e sheh se kush je ti në të vërtetë. Thërret Rozana, ndërsa Egli tund kokën dhe i përgjigjet me qetësi ironike. Po pra, unë jam mashtrues, ndërsa ti je shenjtorja e shtëpisë. Sa qesharake. Situata bëhet edhe më e tensionuar, dhe si duket ky konflikt nuk do të mbyllet këtu. A do të arrijnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët, apo do të bëhen armiq të betuar brenda shtëpisë?